do t'i sjellë instabilitet absolut një koalicion i mundshëm mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Vendose edhe një fotografinë bashkë me Fidan. Fidan, këtu ka një lloj kimie, diçka këtu në këto fotografi, se nuk janë të vetme këto fotografi, se edhe më herët. Apo fotografia thu nuk është gjithçka. Po t'ishte Fatimja, ajo si studiuse gjuhëve të trupit, ndoshta kishte dhënë më shumë komente nga kjo çfarë po shfaqet në fotografi, por ajo që është evidente, thash, ka i shërben një relaksimi të një situate politike mes dy subjekteve që më së shumë të kanë godit, do thot njëra tjetrin, çka do ta bënte më të lehtë edhe hapjen zyrtare të diskutimeve për një koalicion të mundshëm, që e thash edhe një herë, po të mendoj racionalisht, do të ishte koalicioni më i mirë që do t'i shërbente këtij vendi si rezultat i dal nga data në shkurt. Por ja që unë kam dyshimet e mia në ato që tha dhe Halili, pajtohem plotësisht, ky është një blof i radhës i kryeministit Kurti për ta paketuar në farlloj bindje që kur shkojmë në zgjedhje, pra për t'i thënë qytetarëve që fajtor janë gjithë të tjerët përpos meje që situata po shkon në zgjedhje sepse unë ofrova gjithë mundësi që të dalim nga kjo krizë. Edhe Blerimi dhe Halili thonë që Hamza nuk është personi i duhur për të folur për PDK-n. Po nuk ka shku me folur aty për PDK-n, e thash edhe një herë. Do thotë takimi i Kurtit sot me Blerimi Hamza nuk është për me folur me PDK-n. Është për me çu këtë mesazh, pra që situata në farforme po relaksohet mes këtyre dy subjekteve dhe vjen me një moment kritik ku vendi është në krizë totale dhe në pashmangshëm kushtrim që një takim i tillë sjell temë diskutimi, hap diçka të re. Fakti që ne po diskutojmë këtu në studio është diçka e re, pra është prodhu diçka e re në mesën e kësaj bllokade që po ndodh, por e thash edhe një herë, po të mendoj zoti Kurti racionalisht, ky takim i shërben mirë mundësisë që të shkojnë tutje drejt një marrëveshje e cila e thash edhe një herë, po e përsëris që do t'i sjellë vetëm zoti Kurti, po këta zotëri të tjerë? Tash ti, edhe pak me komentu këto që shqitën nga prizmi përfaqësi i vendeve i perëndimit ndërkombëtar në Kosovë, të cilët kanë një lloj pëlqimi, po e them kështu, që ky koalicion të ndodh mes PDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Pas parasysh kësaj situate, ka një lloj inkurajimi, edhe pse nuk mund të quajmë ndoshta nivel shtytës presioni që shemi mësuar të kaluamën me papër ndërkombëtarëve në Kosovë, por ka një lloj pajtimi, pëlqimit që këto dy subjekte të vazhdojnë tutje diskutimin që të shojmë përpara një koalicion të mundshëm. Por, pavarësisht kësaj klime që po krijohet me takime, unë shoh telashe sepse ka ende distanca të mëdha, sidomos në mesin e elektoratit, në mesin e shumë zyrtarëve, brenda mes e grupeve, sepse edhe në Vetëvendosje dhe në PDK ka grupe që përkrajnë kushtrim dhe refuzojnë po ashtu një koalicion të mundshëm. Prandaj, kjo më shumë është një lloj përgatitje për një zyrtarizim, ndoshta pas zgjedhjeve të reja që mund bëhen se sa aktualisht që mund sjell diçka të tillë. Mira, ka disa informacione të brendshme të pakonfirmuara, sepse ne jemi gazetarë dhe përpiqemi që t'i nxjerrim aty, i verifikojmë aty, por edhe nuk heshtim. Edhe kur janë gjysmë informacione kështu. Shembull që kanë mundës flasin për shkuarin në zgjedhjet të përbashkëta. Nëse më me përmend edhe këtë pikë. Nëse s'ka marrëveshje për bashkëri, di nuk është diskutuar absolutisht asnjë gjë brenda takimit për çështjen e bllokadës aktuale që po ndodh. Krejtësisht dhe 100% është fokusuar te çështjet lokale dhe komunale takimi i brendshëm. Dhe thash edhe një herë, më shumë se sa që i ka dhënë relaksim dhe strategji që është përdorur nga Kurti për të hap temë, nuk ka pas konkretisht do të thotë diçka tjetër. Kjo çështja e zgjedhjeve kushtrim lidhet më shumë edhe me insistimin e kreut të LDK-s Lymir Abdigjiku që e ka bë tash për punë të qeverisë unitetit dhe ajo çka po del dhe po përsëritet, pra një veprim kot i tij, sepse është jo funksional, një propozim për një qeverisje gjithëpërfshirëse është jo funksional sepse unë nuk e di apo kupton se do Abdigjiku apo po e bën qëllimshëm. Ajo si unë e shoh lëvizjen e tij është thirrje për një marrëveshje për zgjedhje. Pra nëse është e tillë, ne nuk kemi nevojë të bëjmë qeveri për 2-3 muaj, por kemi të bëjmë një mundësi të një marrëveshje dhe vendin ta çojmë në zgjedhje ndoshta bashkë me zgjedhje lokale me 12 tetor. Kështu që kur jemi tek zgjedhjet, mundësia që një gjë e tillë ndodh ka hapësirë kushtetuese dhe prap po del që më shumë po shkojmë ande kushtrim se sa drejt një zgjidhje ose drejt një koalicioni të madh. Pra vera, përsëri i kthehem kësaj fotografie dhe edhe kësaj gjuhë. Thatë se ekziston një lloj kimie. Sot du caktuar të mbahen zgjedhjet lokale dhe me shumë gjas, zoti Hamza nuk do të jetë më kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës së Jugut. Paktën sipas informacione fillestare, ndoshta mund të ketë edhe ndonjë ndryshim.